إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ata falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu të lartësuar I kërkojmë falje për gjunahet dhe Atij I kërkojmë mbrojtje për veprat tona të liga. Atë që Allahu I madhëruar e udhëzon nuk ka kush e humb. Dërsa I cili është në humbje dhe lajthitje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut një I vetëm pa shok. Si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu e bekoft atë, familjen e Tij të pastër, shokët e Tij të ndershëm dhe pasuesit e tyre, të cilët e ndjekin për sa kohë qëndron dita dhe nata. Kini frikë Allahun dhe falenderojeni atë për të mirat që ju ka dhënë, për të mirat që Ai ju jep dhe ju adhuron me bollëk, dhe shikoni se silleni dhe veproni. Allahu I madhruar na thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besuar, friksojni Allahut dhe le të shohë çdo kush se çfarë ka përgatitur për nesër dhe keni frikë Allahun sepse Allahu është I mirë I formuar për atë që ju veproni. O ju musliman, ekziston një portë e çuditshme. Sa madhështore është, sa e gjerë, sa e madhe. Një portë që ka përfshirë miliona njerëz gjatë gjithë historisë, se cili ka hyrë në të dhe ka dalë tutje. Prej saj ka hyrë Ademi a.s., Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe Muhamedi, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi ta. Prej saj hyn të pasurit dhe të varfërt, fisnik dhe të thjesht, burrë dhe gra. Kjo portë ka përfshirë miliona ngjarje, kombe që janë zhdukur dhe shtete që janë ndërtuar, luftra shkatërruese dhe sprova të mëdha. Sa e çuditshme që ka kjo portë. Ajo kur nuk është ngushtuar nga të vdekurit dhe as nga ata që porsa kanë lindur, as nga gëzimet dhe as nga pikëllimi dhe trishtimet. Një portë e çuditshme për Zotin që I ka hapur dyert ditën kur Ademi vuri këmbën në tokë dhe që do të mbyllet me lejen e Zotit ditën kur Allahu ta trashëgoi tokën dhe çfarë gjendet mbi të. Kjo është porta e jetës së kësaj bote kalimtare. Përmes saj kalojnë ditët dhe vitet. Kalojnë vitet njëri pas tjetrit, prej tyre dhe viti ynë I 2025, të cilit po I afrohet largimi, po palos faqet e Tij, po mbledh barrën dhe rraqet e Tij dhe po përgatitet për udhëtim. O ju musliman, njeriu që nga çasti kur del nga barku I nënës së tij, nis ecjen në rrugë që I është caktuar, dhe kalimi I ditëve dhe I viteve e afron pak nga pak drejt fundit të kësaj rruge. Sot ai është më afër se dje, e nesër do të jetë më afër se sot. Ashtu si ky vit ynë ka ditën e fundit, çdo krijesë në këtë ekzistencë e ka dhe ajo ditën e fundit të saj. Sa janë ata që presin një ditë, por që fatkeqësisht nuk arrin që ta përmbushin atë. Dhe sa shpresojnë të nesërmen, por kur nuk arrin ta dëshmojnë atë. Ndërsa I suksesshmi dhe I lumturi nuk mbështetet në mashtrime dhe nuk mashtrohet nga lakmia, por përgatitet për takimin me Zotin e tij, o robërt e Allahut. Kjo xhumaja juaj është xhumaja e fundit të këtij viti. Ky vit është një pjesë e jetës tuaj. Ditët e tashme kanë kaluar
dielli i tij ka perënduar dhe hëna e saj është zbehur. Kjo është një shenjë e qartë se kjo botë nuk është vend qëndrimi, por ajo që vjen pasaj është vend banimi i përhershëm, ose i lumtur në xhenet, ose i vuajtur në zjarr. Allahu na ruajt. Prandaj ruhuni nga kjo botë dhe kurthet e saj. Sa e saj ka mashtruar prej atyre që u mbështetën në të, dhe sa e saj ka rrëzuar prej atyre që ju dorëzuan asaj. Transmetohet nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e kapi prej supi dhe i tha: O Ibn Omer, jeto në këtë dynja sikur të ishe i huaj ose kalimtar. Ndërsa Ibn Omeri radiallahu anhu vetë thoshte: nëse arrin mbrëmjen, mos e prit mëngjezin, e nëse arrin mëngjezin, mos e prit mbrëmjen, merr nga shëndeti yt për sëmundjen tënde dhe nga jeta jote për vdekjen tënde. Robert Allahut. Viti ynë u largua, ose si dëshmitar për ne, ose si dëshmitar kundër nesh. Prandaj merrni me vete furnizimin e mjaftueshëm me devotshmëri dhe bindje, dhe përgatituni për përgjigje për ditën kur do të pyetni dhe do të dilni përpara Allahut. Shtoni veprat tuaja të mira, përmisoni gabimet e së kaluarës dhe shfrytëzoni mundësinë e kohës, për sa kohë ajo është ende në dorë tuaja. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ju drejtua një burri duke i thënë: shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjerave, rindnin tënde përpara pleqërisë, shëndetin përpara sëmundjes, pasurinë përpara varfërisë, kohën e lirë përpara angazhimit dhe jetën tënde përpara vdekjes. Sepse o musliman, pas kësaj bote nuk ka më kërkim falje, dhe pasaj nuk ka vend banim tjetër përveç xhenetit ose zjarrit. O ti i cili të ka mbetur pak nga jeta dhe nuk e din kur do të vi largimi prej saj. O ti frymarrjet e të cilit janë të numëruara përfito prej tyre. O ti ditët e të cilit po ikin njëra pas tjetrës. Shpirti yt është gjëja më e çmuar që ke, prandaj mos e shkatërro atë me gjunahe, mos e humb në atë që nuk të sjell dobi. Ebu Malik e Shariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo njeri kur del në mëngjes e shet veten e tij, ose e çroberon nga dynjaja, ose e shkatëron atë pas epsheve. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi, njëri nga koloset e këtij umeti, shokët më të mëdhenj të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thoshte: nuk jam penduar për asgjë sa jam penduar për një ditë ku dielli i saj ka perënduar, është paksuar jeta ime dhe nuk është shtuar vepra ime e mirë. Robert Allahut, le të reflektojmë për vitin që lan pas, le të pyesim veten si e kaluam atë, për kohën tonë si e shpenzuam, pastaj le të shohim librin e veprave tona, le të shqyrtojmë se çfarë kemi punuar, çfarë kemi paraqitur. Nëse ka qenë e mirë, ta falenderojmë Allahun dhe të jemi atij mirënjohës. E nëse ka qenë e keqe, le të pendohemi tek Allahu dhe të kërkojmë falje prej tij. Mjaftë u treguam të guximshëm në shkeljen e kufive të Zotit, duke i bërë atij gjunahe. Mjaft me kryerjen e mëkateve ndaj Allahut, mjaft me neglizhencë ndaj Allahut, atij i cili i njeh në përsosmëri atë që shprehim dhe atë që fshehim, si është e mundur që ne ende vazhdojmë në kryerjen e mëkateve, edhe pse vitet shkojnë e vinë. Edhe një porosi për ty vëlla i cili fal namazin e xumas, por ende nuk e ke marrë guximin dhe forcën t'i falësh të 5 vaktet. Mjaft me braktisin e saj që të lidh ty me Zotin tënd. Si është e mundur që gjendja jonë të mos ndryshojë? Si është e mundur që ne rritemi në dynja dhe përparojmë, por na paksohet ahireti dhe mbetemi mbrapa në të? Allahu i madhruar na drejtohet në Kur'anin famullar duke thënë: Istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah.
ma lakum min malja'i yawmaidhin wa ma lakum min nakir. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë dita të cilën Allahu nuk e kthen më. Ato ditë ju nuk do të keni kur farë strehimi dhe nuk do të mund që ta mohoni. E thashte që dëgjuat, i kërkoj Allahut falje për vete dhe ju kërkoni falje se Allahu është falës.